Second question. Yes. Përveç shtetëve shqiptar, finlandez dhe polak, ka shumë shtetas rumun të përfshirë antarë të grupeve strukturuara kriminale, shtetas aziatik dhe shtetas afrikan. Karakteristike këtyre grupeve ka qenë bashkëpunimi i tyre me njëri tjetrin. Grupe të veçanta bashkëpunonin me njëri tjetrin për realizimin e qëllimeve të tyre kriminale në raste konkrete. Dy nga grupet janë grupe të cilat organizonin trafikimin që nga Shqipëria për ta dërguar nga Spanja apo Hollanda në Finland, dhe pa atje kishin rrjetin e tyre edhe të shpërndarjes. Një grup tjetër kriminal i drejtuar po nga shtetas shqiptar vepronte vetëm në Finland në lidhje me sigurimin e lëndëve narkotike atje, blerjen dhe shitjen e tyre më pas në Finland. Ndërsa një grup tjetër i drejtuar po nga shtetas shqiptar kishte si detyrë të tij dhe qëllim punës së tij organizimin e trafikut të marijuanës nga Spanja në drejtim të Finlandës nëpërmjet shërbimit pastar. Për sa i përket krerëve të grupeve, një pjesë e tyre kanë qenë më parë të ndjekur penalisht në Finland dhe nuk kanë qenë të evidentuar në Shqipëri. Pas kthimit të tyre në Shqipëri, ata kanë drejtuar aktivitetin nga Shqipëria ose shtete të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe kjo ka qenë dhe një nga rezultatet e hetimit të përbashkët, ishte fakti që nga informacionet e përftuara gjatë hetimeve nga hetuesit tanë, Byros Kombëtare të Hetimeve apo oficerët e policisë gjyqësore, në kohë reale i transmetoheshin autoriteteve finlandeze dhe atje janë bërë dhe goditje të rasteve konkrete të aktivitetit kriminal. Ku e kishin bazën në Shqipëri krerët e këtyre grupeve dhe çfarë aktiviteti bënin përtej këtij kriminal që mësuam? Dy nga krerët e grupeve kriminale janë me origjinë nga Vlora. Shqipëria është e vogël dhe për bazë konkrete nuk mund të flasim sepse aktivitetet sot kryen edhe me mjetet komunikimit elektronik. Pjesa tjetër ka qenë përqendruar në zonën e Kuçovës dhe Beratit. Një pjesë e këtyre me origjinë nga këto rrethe janë të vendosur me banim në Tiranë. Tjetër. Aktivitetet ligjshme, ata kanë qenë qytetarë të lirë, hetimet tona si thash kanë qenë të fshehura, jo të hapura, por pjesa më e madhe e tyre lëviznin dhe jashtë shtetit. Armandi Rami nga Luciana në çfarë mënyrë komunikonin me njëri tjetrin antarët e grupit kriminal, pra në çfarë komunikonin me njëri tjetrin, çfarë platforme përdorin apo çfarë lloj mjeshi komunikimi, si janë transferuar parat, produkti i trafikut drogës
në shtetet nordike në Shqipëri dhe nëse ky rast I përfshirjes së krimit shqiptar në Finland ndjes është një rast I izoluar apo Yeah, thank you. About the Faleminderit për pyetjen. communication, they used at least Telegram, WhatsApp, and Signal. Për sa përket mjeteve të komunikimit, përdorin platformën Telegram, Yes. dhe Signal. WhatsApp and Signal, të treja këto platforma. And this is very common for criminals Dhe nowadays. kjo është diçka e zakontë për shtetasit e përfshirë në aktivitet kriminal ditët e sotme. Sorry, what was the other question? Cila ishte pyetja tjetër? radhë në Shqipëri? Money transfer to Albania. How was and That's still, I think, very much unclear. At least in the Finnish investigation, we haven't been able to identify. Jemi duke hetuar, nuk e kemi përcaktuar akoma, kështu që jemi duke hetuar pikërisht për këtë gjë. Lidhje me lëvizjen Concerning the Ato konkluzionet mund të nxirren në fund të hetimeve paraprake. Siç theksova, hetimet deri tani kanë qenë të fshehura, do fillojnë hetimet e hapura pasurore për të gjithë personat, të cilët janë identifikuar dhe ndaj të cilëve janë saktuar masat e sigurimit personal. from the left. Fakti po na duket si një anketa që në fund s'kemi më pyetje. Jo, ti fol për vete, vetëm në krahun ton ka Fa në fakt në operacion që pjesë e këtij operacioni ishte edhe policia finlandeze. So you mentioned that part of this apo kishte part of this operation informacion për vendodhjen e operation or action day was also the Finnish police. Was it because you had information about the location of the people or were you part of it? Në fund të dyta si ishte? What is the amount calculated more or less, I mean, concerning the money made out of this criminal activity from drugs activity there? Yeah, in Finland we have been managed, of course, to seize around 300 kilos, but then in the investigation we have found out that, of course, the amounts are much bigger. Hetimi në kuadrin e hetimeve të kryera në Finland është sekuestruar një sasi prej 300 kilogram lëndës narkotike të llojeve të ndryshme, por hetimet gjithashtu kanë treguar që sasia është shumë herë më e madhe që grupi kriminal ka menaxhuar atje. Which means that they have managed to sell like hundreds kilos of drugs. Që do të thotë se ato kanë mundur të shesin me qindra kilogram drogë në tregun finlandez. It's hard to say exactly what amounts they gain, but at least we are talking about at least, I would say, a few million euros. Është vështirë që të bëhet një përllogaritje e shumës e përftuar nga këto grupe kriminale për shkak të aktivitetit kriminal, por mendoj se duhet bëhet fjalë për disa miliona euro. Greetings. Rusa nga Nacional Televizion. Faktum kam një pyetje për të dy palët e shqiptare. I have a question for both parties, the Albanian and the Finnish part. I would like to start with Mr. Kraja. How is it possible that 2 years of investigation, and again we cannot show to the public who are the organizers Në këto 2 vite hetime, pse ka shkojë gjatë of this ky grup kriminal ka mbështyrë në njëri tjetrin mund të ketë arrit 2 years of investigation is më shumë se ju që keni because shkëmbyer during this 2 years të dhëna. the criminal Janë groups have europianët already kaq që sold maybe burokratik more apo jemi drugs ne
and kaq cooperated të more vështirë. than you have cooperated during Ndërsa these 2 years. nga ana tjetër për partnerët And finlandez, pyetja another që unë question kam for you, është for the Finnish partners. Shqipëria ende nuk është në bashkimin Albania is not part evropian, in EU yet. por ju ka ndihmuar të bëni një operacion për t'ju hequr fëmijëve drogat sintetike që janë vdekje prurse. But you managed to conduct an operation to remove synthetic drugs Keni from the besim market, tek which is Shqipëria killing, vetëm the young si people vend there. apo tek Is it partneriteti me provorin e it's posaçëm? because you are trusting Ti përgjigjet Albania dhe unë pyetës së para është Po. ka kohë this is not a question for police officers. Pyetjen e parë, pse ka zgjatur kaq shumë dhe pse akoma nuk jepen emrat. Është e rëndësishme që kur bën hetime proaktive, mos dalë asnjë emër, për nëse duhet kesh sukses në përfundim të operacionit. Të lutem. Nga sot dhe mbrapa përsëri, hetimi është i pa hapur, pavarësisht i hapur në kuptimin e esencës të bëhen veprime drejtuar autoriteteve të tjera, por është i pa hapur në raport me emrat konkret. Janë 2 persona akoma që kërkohen për të arrestuar dhe hetimi paraprak gjithmonë është sekret. Kështu që ne spaku të njëjtën ritëm, të njëjtën problematikë ka ndjekur ose të njëjtën mënyrë komunikimit ka pasur në mënyrë të vazhdueshme. Sa do zgjas hetimi, pastaj kjo do jetë në dorë të gjithë ne bashkë, sepse është skuadër e përbashkët, të rakordojmë me njëri tjetrin, kryejmë ato veprime që duhen kryer dhe në përfundim kur të ketë një rezultat konkret për një çështje që do dërgohet në gjykatë, do ketë personat të akuzuar dhe të marrë pandehur, patjetër do jetë publike kush janë këto persona, tipologjitë dhe të tjerat me radhë. Përtjetër Shiko, Arsen, tani ne drejtuesit e kemi identifikuar që në momentin që kanë bërë prokurori një kërkesë për caktim mase sigurimi, sepse në momentin që drejtohemi gjykatës me një kërkesë për caktim mase, ne përpiqemi të bëjmë ndarjen e roleve duke u bazuar edhe në provat e analizuar në kërkesën për caktim mase. Për ne janë të njohur. Tani, pse nuk janë të njohur për ju, tani ne gjithmonë edhe në komunikimet që kemi patur më parë, nuk e kemi patur ndoshta në formën e konferencës, por nëpërmjet njoftimit për shtyp. Është një politikë e institucionit dhe i detyruar edhe nga legjislacioni në fuqi që ne nuk publikojmë emra në momentin e caktimit të masës sigurimi deri kur merret i pandehur personi që është atribuar vepra penale. Prandaj edhe sot ne nuk po publikojmë emra, siç kemi bërë dhe çdo herë tjetër. Kjo është. Tani ti thua koha 2 vjet është e gjatë, për mua është një kohë shumë normale në skuadrat përbashkëta hetimore. 2 vjet është kohë shumë optimale për të mbaruar një hetim të kryer në kuadrin e skuadrës përbashkëta hetimore. Dhe për këtë edhe një herë dua të falenderoj bashkëpunimin shumë të ngushtë dhe korrekt që kemi patur me palën finlandeze. Kjo është. Lidona, do e bësh pyetjen apo ta kaloj, se kam parë që Tell us which is how did they go to Finland, the way they followed by going there to Finland, the Albanian citizens. Are they integrated in the Finnish society or not? I mean, these guys going from Albania. Thank you. Most of these persons, Albanian citizens who arrived in Finland, some of them had a job, like also official job, earned some money, but then we believe that the real duty was to distribute drugs in Finland. And then we also have people who they arrived by airplane, and the first thing they did, they picked up drugs and distributed drugs without any work. So yes, both. Një pjesë e shtetasve shqiptar të përfshirë në këtë aktivitet kriminal në Finland kishin një punë të lishme atje, por krahas saj ato kryenin këtë aktivitet kriminal të përmendur. Por kishim gjashtu edhe shtetas të tjerë shqiptar, të cilët udhtonin nga Shqipëria, pritishin atje dhe fillonin menjëherë të përfshireshin në shpërndarjen e lëndëve narkotike.
can I add? Ka dhe shtetat shqiptare të cilët aktualisht janë të dënuar në Finland, antar të grupeve pjesëmarrës në këto grupe të strukturuara kriminale, të cilëve shpenzimet e udhëtimit, banesat u janë siguruar nga krerët e grupeve të strukturuara kriminale.